Mëngjesi më i mirë që duhet të hani nëse keni kolesterol të lartë. Kur keni hipoglicemi, trupi juaj mund të dërgojë një sinjal se keni nevojë për diçka të shëndetshme për të ngrënë, por me gjendje të heshtur si kolesterol i lartë, ushqyerja e dur nuk është gjithmonë një përbërës në mendjen tuaj. Miliona të rritur në mbar botën kanë kolesterol të lartë dhe shumë prej tyre trajtohen me ilaçe dhe ndryshime të shëndetit dhe stilit jetesës, si fillimi i dietës me fakte që ndihmojnë në uljen e kolesterolit. Përmirësimi i niveleve të kolesterolit mund të ndihmojë në reduktimin e përparimit të arteriosklerozës, një gjendje ku pllaka grumbullohen në arterje dhe vështirësojnë rrjedhjen e gjakut. Nutricionistja Gaby Thompson, siç e raporton për Eating Well, shpesh rekomandon një tas quinoa për mëngjes për ata që kanë kolesterol të lartë. Quinoa është një drithër i plot me element që mund të gatuhet në tenxhere të ngadaltë për vetëm 15 minuta. Mund të përgatitet paraprakisht, kështu që mëngjesin tuaj mund ta keni të lehtë dhe të shpejtë.